Zoti Bushati, para e madhe shumë, që mendon ti tani? Po, si pas hallit dhe paraja. Sepse as kujt nuk ka i drejtën, po i ka ato pare të bëj ç'është e mundur për tu mbrojtur. E rëndësishme në këtë fabull, se që Erion Veliaj në imagjinatën tonë ka shumë më tepër mundësi se sa pagesa e kësaj kontrate, kjo është një gjë që nuk diskutohet. Por e rëndësishme për mua është kjo. Erion Veliaj sot mbahet në burg vërtet me vendim gjykate, po me kërkesë të spakut. Erion Veliaj e ka bërë këtë kontratë kur është ndjer i rrezikuar. Erion Veliaj është një nga hierarkët e Partisë Socialiste. Dhe Erion Veliaj pra e di më mirë se kushdo tjetër që drejtësinë shqiptare ti edhe mund ta zhbësh duke lobuar në Amerikë. Dhe kjo është përseja e këtyre parave. Sepse duke qenë njeri që e ka njohur sistemin, ky me ato veglat prej Çeliku që edhe ka përdorur në rastet tjera drejtësi. Allah dhe Çeliku. E di që në qoftë se ti prek telat e dur në Amerikë, spaku që KKO-ja e këto nga instrumentet të drejtësisë, mundet teorikisht të shndrohen në instrumente vasaliteti. Kështu që janë shumë para, por nuk janë para kot për hallin që ai i ziu ka. Por ama ka edhe diçka. Sepse deri më sot shumica e këtyre që kanë bërë lobim në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk është se ja kanë parë hajrin. Përkundrazi, disa prej tyre kanë pas probleme. Kujtoj zotin Basha që pati probleme me çështjen e parave dhe lobimin në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Zoti Meta po ashtu pati probleme me çështjen e lobimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, deri tani nuk kemi parë që ja ka parë kush hajrin. Ky është një interpretim, por ka një interpretim tjetër që Meta mund t'i ketë çuar parat kot, ose Sajmir Tahiri mund t'i ketë çuar parat kot, apo Basha parat kot, por sepse dikush tjetër ka paguar më shumë se ata. Sepse Basha u fut në këtë mekanizëm, ne dim që pagoj Rama që Basha të futej në këtë mekanizëm. Pra, në qoftë se është dikush që paguan më shumë se ty, po ty vërtet shkojnë lekët kot. Lodi ti kuptove gjë nga këto 300.000 Dhe në qoftë se sot, ai Erion Veliaj është futur në burg me lejet Ramës, të harxoj sa lek doj. Se Rama ka më shumë lek dhe për Amerikën dhe për të kontrollu SPAK. Dhe me thënë, ikin kota do të rekin. Unë shikoj si një strategji tërësisht gabuar zotit Veliaj, edhe mendoj që kjo kontratë që ka lidhur me studion avokatore amerikane nuk do t'i shërbej për asgjë. Zoti Veliaj betejen për momentin e ka me prokurorinë e posaçme dhe me gjykatat, kështu që ka një ekip shumë të mirë në dijenin time ligjor që është duke u marrë me dosjen e zotit Veliaj, dhe mendoj që nëse zoti Veliaj do ta bëj këtë betejë dhe kam përshtypjen se e nisi në mënyrë të gabuar dhe bëri Bushati kishte trajtuar në një nga shkrimet e lapsit të gjitha autogolat që zoti Veliaj bëri gjatë rrugës. Ne kemi përsëritur disa herë në studion tuaj që mënyra se si zoti Veliaj e nisi mbrojtjen e tij përmes sulmit, mendoj që ishte një strategji e gabuar dhe që normalisht tashmë e ka shndruar në një person për momentin të pafuqishëm për të patur edhe një përballje me drejtësinë. Mendoj që avokatët amerikanë nuk do t'i japin asnjë ndihmës në këtë drejtim, sepse avokatët shqiptar sigurisht ka mes tyre shumë të mirë, të cilët mund të përdorin të gjitha kleçkat ligjore apo procedurën për të rrëzuar një çështje penale, përfshirë dhe ato të zotit Veliaj. Kështu që nëse ai sot është në atë hallin e madh që thot Bushati që sa më i madh halli aq më të shumë të aparat, mendoj që duhet të investoj ekipin e tij ligjor në Tiranë, sepse historia e PR-it në Amerikë, praktika dhe historia na ka treguar që nuk ka asnjë sukses. Përkundrazi politikanë shqiptarë të cilët kanë tentuar të shesin shqiptarëve një histori si kur pas nesh është Amerika dhe po lë bëjmë në Amerikë e tjera me radhë, në fakt vetëm kanë mësuar edhe më keq nga kjo përpjekje. Pastaj vënja në dispozicion të loboj mirë ka fituar. Jo, nuk e dim në kush ka fituar deri tani, se dhe vetë zoti Rama është në hetim. Është zyrtarisht çështja me Gënigall është në hetim, mbase nuk i bën asgjë sot, po mund ta cënoj nesër.
Kështu që petët e lakrorit janë të hapura bushat, ton janë aty. Po kështu thuaj dhe për shumë ngjarje të tjera, janë të mbyllura, janë të përfunduara, nuk i dihet për një arsye apo për një tjetër. Pra, historia ka treguar që çdo politikan shqiptar që ka tentuar të shesi propagandë që mbrapa kemi Amerikën e tjera me radhë, në këndvështrimin tim, modest, edhe nuk e di mbas edhe i gabuar, po kështu e mendoj, është që nuk kanë patur ndonjë sukses të madh. Dhe sot betejë e zotit Veliaj është betejë me institucionet shqiptare dhe duhet të investohet me ekipin e tij ligjor për të parë nëse ka shkelje ajo çështje të provoj ose të rrëzoj pretendimet e prokurorisë posaçme. Gjithë historia tjetër që jo amerikanët, jo lobimi e tjera me radhë, mendoj që është e gjitha propagandë dhe strategji e gabuar. Pastaj pyetja që është këtu, zoti Veliaj ka një akuzë, pra ka një dyshim për akuzën e korrupsionit. Dhe në momentin që shqiptarëve ju thuhet që unë po shpenzoj 300.000 euro për një avokat, instinktivisht gjithë secili mendon, po më fal, ky është i dyshuar për korrupsion, si pas ka kaq shumë para që prapë po investon. Nuk, Klodian, po them gjë tjetër, pra po bëj logjik, nuk po them fare që janë parat paligjshme. Në raportin e perceptimit publik. Në perceptim publik po them, sepse ato para Arber Veliaj pretendon që janë parat të ligjshme, i ka paguar ai, e ka thënë dhe publikisht dhe mund tjetë ashtu dhe nuk po e diskutoj fare. Unë po flasë për perceptimin që qytetarët kryojnë në rastin e një zyrtari të lartë, si që është zoti Veliaj, që praktikisht është kryetari i bashkisë më të madhe në vend, deri më tani në detyrë, pra në kuptimin që është arrestuar në detyrë, po ashtu konsideroj më këmbë si Edi Ramës, pra është njeriu në hierarki dhe që ishte në detyrë më i lartë i arrestuar deri më tani. Dhe perceptimi publik ndonjëherë është shumë i rëndësishëm në këndvështrimin tim se sa kur shkon tek seanca 20, 30, 40, që njerëzit pastaj humbasin dhe interesin. Dhe ju e dini për sa çështje ka humbur interesi. Për shembull sot po gjykohet Fatmir Mediu për Gërdecin, po shumë pak njerëz mund të kenë interes të rikthehen ngjarjet 20 viteve më përpara. S'kemi gjë për këtë. Shiko, normalisht duhet që ajo nuk është një kontratë, pra zoti Veliaj nuk i ka kërkuar shërbimet e asaj studioje për në Shqipëri. Sepse nuk ma mirë mendja që në një proces shqiptar mund të ndihmoj një avokat që s'merr pjesë. I cili e para nuk merr pjesë, Ligji nuk e lejon të marrë pjesë. Ligjin e... Po lobim thamë. Ajo kontrat ka patur më shumë qëllim, mendoj, lobimin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse zoti Veliaj dhe vllai i tij gjykojnë se mund të gjejnë... Me thënë, ka një ide bushat që po të thonë ata lartë Amerika, edhe mund të lirohet kë. Amerika tani çdo gjë e bën, e kupton? Edhe këtë mund ta bëj. E liron edhe thotë. Por nëse ai që do brenda ka paguar më shumë ke një amerikan më i rëndësishëm, i shkojnë lekët kot. Po tani lekët e rreth se digjen në bushat. Edhe digjen lekët, risk është ajo tani. Kush e ka amerikani më të fortë? Varet nga amerikani sa lart është amerikani. Amerikanët sa vinë dhe ata nuk mbarojnë kur vjen puna përpara, lartësia nuk mbaron. Eci.